Fermerët e Myzeqes së Semanit po vojnë mungesën e ujit të vaditjes për në tokat e tyre. Edhe pse kanali vaditës Vjos-Levanfier është me rrjedhje të lirë dhe i mbushur me ujë, por mospastrimi i kolektorëve, prishja e sifonëve dhe prishja e rrjedhit të kanalit vaditës ka bërë që uji të mos shkojë në tokat e fermerëve të Myzeqes së Semanit. Qindra hektar tokë bujqësore në këto zona kanë mbetur pa vaditje duke rrezikuar seriozisht prodhimin bujqësor. Fermerët e zonës thonë se kjo është një problematikë që përsëritet çdo verë, ndërsa institucionet përgjegjëse vijojnë të mos japin një zgjidhje, duke dëmtuar rënd sektorin e bujqësisë. Më na pyet me kanali Vjos-Levanfier vjen me rrjedhje të lirë, shikojat e Benogiçi nuk ka ujë. Këta që drejtojnë, po nuk hapi portat. Ore, po të them, nuk kam dhe në kanal Kullus ujë. Hajde të shikosh të kun, 10 ditë kam pa ujë. Më ka ngellë traktori, pomba, në parcel. Kam 4 hektare gjysmë edhe s'pa vadis do të. Vjetë me të keq vaditëm, si vjetë u telendisëm. Në një vend tjetër po më thahet. Për vaditje nuk ka, si vjetë nuk ka fare. As për të pirë, as për të vaditur. Ka një 20 vjetë për mua. Si e kemi zgjidhur, ja që i lemth, e mbjellim thahet. Për të shpëtuar të mbjellat nga tharja, shumë fermerë janë detyruar të investojnë vetë duke vendosur pompa, por një veprim i tillë u ka shtuar ndjeshëm kostot e prodhimit në një sezon tashmë të vështirë. Fermerët shprehen se megjithëse paguajnë rregullisht taksat për vaditjen, shërbimi që marrin nuk përmbush nevojat e tyre. Ata akuzojnë institucionet përgjegjëse për mungesë mirëmbajtjeje dhe menaxhim të dobët të rrjetit vaditës. Me pompë jemi zënë me njëri tjetrin te Kullusi që morëm. Që vaditëm një herë. Pse një herë, erdhi dhe ai punëtori, kishte një punëtor dhe gjoja që hape mbyll portat dhe ai tha unë hap portat dhe mbyll portat të kanalit si pastroj. Prun kanalet deri aty ata dhe i lam pa pastruar. Kush ta kanë hall neve në mosën e tretë? Jam 73 vjeçun, po ngre zorrët po i tërheq, megjithatë s'po na bën dhe ujë. Po jemi ankuar, po nuk do t'i bëjmë, nuk i kam bërë. Po heri vaditim, herë si vaditim. Si të ketë ujë, po pati i vaditim, po s'pati nuk. Marim ujë. Jam ngritur që në orën 4, e vura pëmbën matan si fond, njëherë thithi pëmba, e maroj atë ujë. Po jemi ankuar. Nuk japin asë një shpjegim, fara asë një. Sipas fermerëve, ankesat janë bërë të vazhdueshme ndër vite, por situata mbetet e pandryshuar.